Në ratë të parë, shumë faleminderit të gjithëve që keni ardhur. Unë sot ndihem shumë e lumtur, shumë e surprizuar nga gjithë këto përgatitje që keni bërë për mua. Mund të them që është dhurata më e bukur që unë të ta kem gjithmonë në mendje, në zemër që ka bërë televizioni Apollon për mua. Shumë faleminderit të gjithëve. Erdha shumë e vogël këtu përpara 5 vitesh me dëshirën, me pasionin tim shumë të madh për televizionin dhe falë ndihmës tuaj, të përkushtimit tuaj, tashmë unë kam arritur që ta realizoj që të jem pjesë e këtij televizioni. Në radhë të parë, falenderoj Lokun dhe Turin që më besuan dhe më ndihmuan për të realizuar. Shpresoj që vërtet ua kem realizuar dhe ua kem përmbushur të gjitha kërkesat tuaja. Dhe të gjithë pjesën tjetër të stafit të këtij televizioni. Nuk di nga t'ja filloj nga profesor Agroni. Mua filloj. Nga ty do ta filloj se mbaj mend ditëlindjen e 15 dhjetorit, kur profesori më jepni me tort në studio, me syt me lot si gjithmonë, duke muruar suksese dhe duke më thënë që të realizoj ëndrat e mia dhe unë gjithë këto vite kam punuar që t'i realizoj ato. Albana më ka ndihmuar shumë në fillim me emisionin fundjavë në Apollon, ishte hera e parë që filloja me transmetimet e drejtë për drejta, Albana me këshilla, me ndihmë. Me të bërtitur ato e me këshilla. Po e marrë me radhë visin e kam vlerësuar gjithmonë për zgjuarësinë, për taktin, për mënyrën e komunikimit. Vangjela ka pritur aq mirë në Vlorë sa që ne jo vetëm atë lodhjen që vinim atje dhe bashkë me Visin, po e kam Visin.